Bashkia Has është në pritje të miratimit nga qeveria të zonave përfituese në kuadër të programit Paketa e Maleve. Kryetari i bashkisë, Njoftar Dauti, deklaroi pas një takimi me diasporën hasiane në Londër të organizuar gjatë festave të nëntorit se tashmë janë mbledhur kërkesat dhe prioritetet si nga banorët e zonës ashtu edhe nga emigrantët e interesuar për të investuar në Has. Kemi marrë prioritetet dhe kërkesat e banorëve, e qytetarëve të interesuarve për paketën e maleve. Sigurisht që jemi treguar shumë të kujdesshëm sepse kemi pas një arsye të fortë që të mos përplasim me njerëz me njëri tjetrin për efekt pronash. Kemi miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak zonat prioritare sipas kërkesave dhe ja kemi treguar Ministrisë së Pushtetit Vendor me qëllim që në mbledhjen e Këshillit Ministrave të miratohen prioritetet dhe të interesuarit të aplikojnë sipas ligjit për të pushtruar aktivitetin e tyre bazuar projekte të zhvillimit në Bashkinë e Hasit. Kryebashkiaku Dauti bëri të ditur gjithashtu se Bashkia Has pret aprovimin e fondeve për 33 projekte investimesh të depozituara pranë ministrive që synojnë zhvillimin e zonës. Jam profesues i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2023. Pas përfundimit të zgjedhjeve, për mua ka mbaruar gara politike, dhe unë jam i zgjedhur për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë dhe për të plotësuar kërkesat dhe nevojat që ka Bashkia Has. Sigurisht që u kam drejtuar qeverisë me shumë projekte dhe sot mund të them me gojën plot që kam mbi 33 projekte të depozituara në ministri të ndryshme përkatëse për zhvillimin e Hasit. Kemi gjetë gjuhë të përbashkët, ndoshta jo në mënyrë maksimale, por kemi përfituar fonde në zhvillim të komunitetit dhe të nevojave të qytetarëve të Bashkisë Hasit, sepse mbojmë të thanë që vetëm brenda 2 vjet e gjys në territorin e Bashkisë Hasit janë shtruar rreth 20 kilometra rrugë asfalt, me fonde nga institucionet të ndryshme. Pa llogaritur që kemi marrë dhe fonde nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës që rikonstruktojmë objektet shkollore më të domosdoshme, të cilat janë dhe me numër më të madh nxënësve. Gjatë takimit në Londër, emigrantët hasian shprehin interes të madh për investimin dhe lindjen e tyre si në kuadër të paketës së maleve, ashtu edhe për projekte të përbashkëta me bashkinë në fushat që lidhen me turizmin balor, bujqësinë dhe shërbimet. Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit midis institucioneve lokale dhe diasporës hasiane me synim kthimin e emigrantëve në kontribues aktiv për zhvillimin ekonomik të Hasit.